Jemi rikthyer sërish drejt për së drejti, do të ndalemi tek operacioni i përbashkët i prokurorisë së posaçme dhe autoriteteve italiane dhe tek detajet nga konferenca për shtyp që si prokurorët me në krye Dumanin e SPAK po kështu edhe drejtuesit e prokurorisë në Itali dhe përfaqësues të Eurojust dhanë vetëm disa minuta më parë për mega operacionin mes autoriteteve shqiptare dhe atyre italiane, ku është goditur një nga grupet më të fuqishme kriminale me bazë në Durrës që operoni në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Operacioni koduar me emrin Ura u zhvillua prej orëve të para të mëngjesit të sotëm dhe nga 52 urdhër arreste deri më tani, mësohet se janë ekzekutuar 42 prej tyre, 29 masa siguria arrest me burg janë lëshuar në Shqipëri. Ndërkohë, përmes dekriptimit të komunikimeve në platformën Sky ECC është zbardhur skema e plot e grupeve kriminale dhe detajet u dhanë pikërisht nga ana e prokurorisë së posaçme në konferencën për shtyp, ku ishte dhe krye prokurori i Barit i pranishëm Roberto Rossi, drejtori antimafes italiane, general Michele Carbone dhe përfaqësues të Eurojust për Italinë. Ndërkohë, nga ana tjetër, pyetjeve të gazetarëve, por edhe nga detajet, kreu i SPAK Dumani deklaroi se është goditur një prej grupeve kriminale më të fuqishme në vend. Ndër të tjera, kreu i SPAK u shpreh: "Një hap tjetër të rëndësishëm kundër krimit të organizuar i është dhënë një goditje një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri në trafikun e drogës dhe pastrimit të parave. U godit një prej grupeve më të fuqishme në vend", u shpreh Dumani. Ndërkohë, nga ana e tij, prokurori i Barit Roberto Rossi, gjatë fjalës së tij, e konsideroi mafien shqiptare një forcë shumë të madhe ndërkombëtare. Ai vlerësoi bashkëpunimin me prokurorinë e posaçme të SPAK, ndërsa shprehu vendosmëri në goditjen e grupeve kriminale. Sipas SPAK, trafiku i drogës kap një vlerë rreth 7 milion euro. Por çfarë detajesh të tjera ka? Cilët janë personat, cilët janë arrestuar dhe ata të cilët tashmë janë me janë në kërkim nga ana e policisë. Detajet në mënyrë më të zgjeruar do i marrim me kolegen Keti Banushi, e cila ndoqi nga afër edhe këtë konferencë të përbashkët të SPAK dhe autoriteteve italiane, por edhe detajet cilat mund vinë nga kjo dosje e prokurorisë posaçme. Përshëndetje edhe një herë Keti, atëherë në total rreth 7 milion euro, sa persona janë ekzekutuar urdhër arrestet në vendin tonë, sa janë në kërkim? Në fakt, si që ndoqët dhe konferencën për shtyp, janë ekzekutuar 20 urdhër arreste, 20 nga 52 urdhër arrestet, po për një në fakt është urdhër ndalimi, nuk është urdhër arresti, një saktësim që na u bën nga ana e prokurorëve të çështjes, pra janë 10 persona që janë në kërkim. Menjëherë, në fakt dhe të gjithë drejtuesit e operacionit, pra dhe vetë drejtuesi i SPAK ishte i rezervuar në lidhje me emrat e personave për cilët është vendosur masa e sigurisë, ata thanë më shumë lidhjet profesionale të tyre, siç kemi dhe rastin e 2 punojësve të policisë, por kemi dhe një avokat që ka patur për veprën penale të korrupsionit dhe ndikimit të palishëm akuza ndaj tij, ndërkohë që ka dhe personat të tjerë të arrestuar, kryesisht biznesmen, por dhe personat të tjerë të cilët kanë patur lidhje me grupin e strukturuar kriminal. Pra bëhet fjalë për një grup të fuqishëm që e ka pasur bazën në qytetin e Durrësit, sipas prokurorëve të prokurorisë së posaçme, një hetim që ka zgjatur rreth një vit në fakt, dhe kjo ka ndikuar pra krahas zbërtimit Sky ECC-s, por ka ndikuar shumë edhe bashkëpunëtorët e drejtësisë. Në fakt, nga informacionet që kam, është dëshmia sërish e Nuredin Dumanit që ka dhënë një ndihmesë të madhe në këtë operacion, i cili në fakt u pohuar edhe nga prokurorët që dëshmia e bashkëpunëtorëve të drejtësisë ka qenë e rëndësishme, sepse ka zbardhur rolet e secilit prej antarëve të grupit të strukturuar kriminal. Megjithatë, është quajtur një operacion i rëndësishëm, deri tani janë 7 milion euro të sekuestruara, por duke marrë parasysh edhe një 3 milion euro që është sekuestruar më herët gjatë një operacioni që është bërë në Durrës, bëhet fjalë për 3 milion euro të gjetura, të groposura
në një nga në banesën e njërit nga personazhet për cilët ka dhe mas sigurie. Megjithatë, është një operacion që sipas prokurorëve të prokurorisë posaçme vijon ende në pas në total, Keti, do të thotë që janë sekuestruar edhe pasuri të paluajtshme që mund të jenë biznese, mund të jenë restorante, mund të jenë ndoshta edhe në fusha të tjera. Në fakt janë 3 restorante, por është dhe një televizion në qytetin e Vlorës, sipas prokurorisë së posaçme. Pra krahas masave të sigurisë, ata kanë marrë edhe vendimin për sekuestron e këtyre, pra bëhet fjalë biznese të tyre dhe mes të cilave 3 restorante në qytetin e Durrësit dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Është një operacion që është në vijim e sipër, presim të marrim të paktën një informacion më të detajuar në lidhje me personat me të cilët është ekzekutuar masa e sigurisë, ndërkohë që u përjashtua mundësia e dekonspirimit të paktën zyrtarisht në deklaratën që u bë. A ka pasur persona për shembull të cilët janë arrestuar por që kanë qenë zyrtar të institucioneve në vendin tonë, përfshirë pse jo edhe në radhët e policisë së shtetit? Po pra, ka patur 2 punonjës të policisë që kanë qenë në detyrë, në fakt, të cilët janë arrestuar, gjë që u pohua në konferencën për shtyp, nuk I kemi ende emrat e tyre, presim të mësojmë, pra është një masë që është ekzekutuar dhe ndaj 2 punonjësve të policisë. Njëri akuzohet për veprën penale të korrupsionit, ndërkohë që tjetri ka qenë pjesë e grupit me veprimet e tij sipas prokurorëve të çështjes. Pra është një operacion që ka zgjatur hetimi rreth një vit, janë 30 episode të trafikimit lëndë narkotike që ka nisur vite më parë, por që ka vijuar deri tashmë deri në vitin 2025 sipas prokurorëve. Ndërkohë, në fjalën e tij, kreu I prokurorisë së posaçme, zoti Dumani tha që është goditur një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri me bazë në Durrës. Një ndër emrat I cili ka një urdhër arresti është dhe Elvis Doçi. Cili është roli I tij dhe në cilat raste ai del në këto hetime të prokurorisë shqiptare dhe autoriteteve italiane? Siç e pat edhe konferencën, nuk kemi më shumë të dhëna se sa u thanë në konferencë, por përsa kohë që prokuroria e posaçme e cilësoi në fakt në fjalën e tyre që baza e grupit ishte qyteti I Durrësit, padyshim dhe roli I tij do jetë I rëndësishëm. Ndërkohë që nuk dhanë të dhëna se kush është kreu I grupit dhe cilët janë personat e tjerë të përfshirë ose masat që janë marrë ndaj personave të tjerë, pra siç u theksua në konferencën për shtyp, është një operacion që vijon ende dhe përpërdit personat e tjerë të cilët nuk janë ekzekutuar ende. Nga gjithë kjo dosje dhe nga gjithë ky operacion, Keti, të gjithë personat cilët kanë tashmë një urdhër arresti, janë një rrjet që kanë punuar së bashku me njëri tjetrin, apo ka dhe një, le të themi, arrestime nga një rrjet tjetër, le të themi, të grupeve? Në fakt ka qenë një hetim për grupin e strukturuar kriminal që nuk ka vepruar si një I tëri, por ka pasur dhe 3 nëndarje të tjera. Pra, gjatë hetimit që ka bërë prokuroria në lidhje me këtë grup, ka gjetur elemente dhe për 3 nëndarje të personave të tjerë që janë në rrethe të tjera, por kanë si objektiv ose kanë si bazë të aktivitetit të tyre trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike nga Shqipëria në vende të tjera, por edhe po kryesisht drejt Italisë. Pra kjo ka qenë thelbi dhe baza e këtij operacioni. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione, po t'jap kohën e nevojshme për shkak dhe të intensitetit të zhvillimeve të ditës së sotme nga prokuroria e posaçme për të marrë të tjera detaje rreth këtij operacioni dhe do të jemi sërish së bashku në minutat në vijim. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, kthehemi menjëherë me të tjera zhvillime.